le ta formon shumica, a është opozita apo opozita, votën time do ta ketë që ne së bashku me ekzekutivin edhe legislativit të gjej mënyra për me dalë nga kjo krizë. Sot do të kërkoj një mbledhje të jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal, ku kërkesa vetme është që të bëhet një kompromis, të bëhet një zgjidhje e përbashkët e gjithë akterëve institucional, si përket organit legislativ, ekzekutiv dhe partive politike, që së bashku dalim nga kjo krizë që ka kaplu qytetin, po ashtu kërkoj urgjentisht që të formohet, të zgjidhet në realitet komisioni i aksionarëve të ndërmarrjeve lokale, e cila do ta mbikëqyrë punën e bordit edhe ndërmarrjes komunale pastrimi. Do të thotë, Kuvendi Komunal që disa muaj dhe vite nuk e ka funksional komisionin. Le ta formon shumica, a është opozita apo opozita, votën time do ta ketë që ne së bashku me ekzekutivin edhe legislativit të gjej mënyra për me dalë nga kjo krizë. Është kriju një dukuri në kohën e fundit ku inatet personale politike po na shkaktojnë si nivel qendror dhe lokal zakonisht ja vështësojnë qytetarëve të Prishtinës jetën. Ne duhet t'i largojmë këtë dukuri, mos kthehemi me të kaluarën, po të shikojnë, bëjmë zgjidhje sa i përket çështjes së mbetërinave në qytetin tonë, sepse kriza është aktuale dhe çdo heshtje dhe çdo indiferencë jemi jashtë obligime dhe përgjegjësi që i kemi ndaj qytetit.